Përshëndetje dhe mirë se vini në kanalin ton. Në këtë video do t'ju sjellim horoskopin e javës nga 9 deri më 15 qershor 2025. Le të fillojmë. Dashik 21 mars 19 prill. Marrëdhëniet do të jenë të forta dhe pasioni do të rritet. Për beqarët, një takim i papritur mund të sjellë ndjenja të reja dhe emocionuese. Një periudhë e mirë për të ndërmarrë iniciativa të reja, por mos e tepër me ngarkesën. Planifikimi dhe strategjia do të ndihmojnë të marrësh rezultatet më të mira. Mos harxho gjithë energjinë menjëherë. Mbaj një ekuilibër mes veprimit dhe reflektimit. Demik 20 prill 20 maj shmang vendimet e nxituara. Nëse ke dyshime mbi një marrëdhënie, mos u ngut të arrish në përfundime. Jepi vetes kohën e nevojshme për të kuptuar ndjenjat e tua. Mund të kesh disa vonesa ose sfida, por asgjë që nuk mund ta përballosh me durimin tënd të zakonshëm. Lajmet e mira do të vinë më vonë këtë muaj. Dediko një moment vetëm për veten, bëj diçka që të qetëson dhe të mbush me energji pozitive. Binjakët 21 maj 20 qershor. Nëse je në një lidhje, do të zbulosh mënyra të reja për të komunikuar me partnerin. Për beqarët, është koha për të çliruar nga dyshimet dhe për të ndjekur zemrën. Një flirt i ri mund të kthehet në diçka më serioze nëse je i hapur ndaj mundësive. Në punë, do të kesh mundësi të tregosh kreativitetin dhe leadershipin tënd. Një promovim ose një projekt i ri mund të vijë në rrugën tënde. Bëj një hap të guximshëm drejt të ardhmes që dëshiron, qielli është në favorin tënd. Përdor këtë javë për të vendosur qëllime të reja dhe për të planifikuar të ardhmen me optimizëm. Mbaje mend që aftësitë e tua komunikative dhe mendja e mprehtë janë arma jote më e madhe. Gëzuar ditëlindjen binjak. Gaforia 21 qershor 22 korrik. Çiftet duhet të punojnë për të përmirësuar komunikimin, pasi mund të ketë disa tensione të vogla për shkak të keqkuptimeve. Beqarët, nga ana tjetër, duhet të mos analizojnë çdo detaj dhe të ndjekin zemrën. Ndonjëherë është mirë të lini emocionet ju udhëheqin. Kjo është një javë e shkëlqyer për kreativitetin. Nëse punoni në një fushë artistike, teknologjike ose inovative, idetë tuaja do të vlerësohen shumë. Një projekt i ri mund të vijë në rrugën tuaj dhe do të jetë shumë premtues. Luani 23 korrik 22 gusht. Venusi është në favorin tuaj dhe ju dhuron sharm dhe pasion. Nëse jeni në një lidhje, marrëdhënia do të përjetojë momente të bukura, plot emocion dhe dëshirë për të kaluar kohë cilësore me njëri tjetrin. Për beqarët, kjo është një javë e artë për flirtim. Dikush mund të shfaqë interes të veçantë për ju, ndaj mbajini syt hapur. Në punë, është koha për të dalë në pah dhe për të treguar aftësitë tuaja. Idetë tuaja do të vlerësohen nga shefat dhe mund të keni një mundësi të mirë për avancim. Megjithatë, kujdesuni që të mos e lini egon t'ju dominojë. Dëgjoni edhe mendimet e të tjerëve. Financat janë të qëndrueshme, por mos u tregoni shumë bujar me shpenzimet këtë javë. Shfrytëzo fushinë tënde tërheqëse dhe përqendrohu në gjërat që të bëjnë të lumtur. Virgjëreshat 23 gusht 22 shtator. Çiftet duhet të punojnë për të përmirësuar komunikimin, pasi mund të ketë disa tensione të vogla për shkak të keqkuptimeve. Beqarët, nga ana tjetër, duhet të mos analizojnë çdo detaj dhe të ndjekin zemrën. Ndonjëherë është mirë të lini emocionet ju udhëheqin. Kjo është një javë e shkëlqyer për kreativitetin. Nëse punoni në një fushë artistike, teknologjike ose inovative, idetë tuaja do të vlerësohen shumë. Një projekt i ri mund të vijë në rrugën tuaj dhe do të jetë shumë premtues. Mos lejo frikën të mbajë prapa, bëj hapin që ke vonuar prej kohësh. Peshorja 23 shtator 22 tetor. Për ata që janë në një lidhje, do të zbuloni mënyra të reja për të komunikuar me partnerin. Do të ndiheni më të hapur dhe të gatshëm për të ndarë mendimet dhe ndjenjat tuaja. Për beqarët, është koha për t'u çliruar nga dyshimet dhe për të ndjekur zemrën. Një flirt i ri mund të kthehet në diçka më serioze nëse jeni të hapur ndaj mundësive. Në punë, do të keni mundësi të tregoni kreativitetin dhe leadershipin tuaj. Një promovim ose një projekt i ri mund të vijë në rrugën tuaj. Megjithatë, kujdesuni që të mos e lini egon t'ju dominojë. Dëgjoni edhe mendimet e të tjerëve. Financat janë të qëndrueshme, por mos u tregoni shumë bujar me shpenzimet këtë javë. Shfrytëzo fushinë tënde tërheqëse dhe përqendrohu në gjërat që të bëjnë të lumtur. Akrepi 23 tetor 21 nëntor. Dashuria. Trem të shprehësh ndjenjat e tua, qoftë ndaj partnerit apo ndaj një personi që të tërheq. Beqarët mund të ndihen të pavendosur mbi atë që duan në një marrëdhënie, por përgjigjet do të vinë me kohë. Yjet të këshillojnë të mos marrësh vendime të nxituara, veçanërisht nëse ndihesh i pasigurt për një projekt ose një ndryshim të madh. Jepi vetes kohën e nevojshme për të menduar. Mos ki frikë nga ndryshimet, ato shpesh të çojnë drejt një të ardhmeje më të mirë.
Shigjetari 22 nëntor, 21 dhjetor. Për ata që janë në një lidhje, është një periudhë perfekte për të forcuar lidhjen. Ndajeni më shumë ndjenjat me partnerin dhe krijoni momente intime. Nëse jeni beqar, do të ndjeni shumë të tërhequr nga një person i ri, por do të jetë e rëndësishme të merrni kohën tuaj për të kuptuar nëse është vërtet ai që kërkoni. Në punë mund të hasni disa pengesa të vogla, por asgjë që nuk mund të menaxhoni me qetësi dhe durim. Mos u dekurajoni nëse gjërat nuk ecin menjëherë sipas planeve tuaja. Financat janë në një fazë të qëndrueshme, por është më mirë të mos merrni vendime të nxituara për investime të mëdha. Fundjava do të jetë një moment për relaks dhe kujdes për veten. Një masazh, një banjë e ngrohtë ose një mbrëmje e qetë me një film të preferuar do t'ju bëjnë shumë mirë. Jepini vetes dashurinë dhe përkujdesjen që i jepni të tjerëve. Bricja 22 dhjetor 19 janar. Nëse je në një lidhje, kjo javë do të sjellë momente stabiliteti dhe thellim të lidhjes. Për beqarët, mund të ndodhë një takim i rëndësishëm që mund të ketë potencial për diçka serioze. Në punë, priten sfida që do të testojnë durimin dhe aftësitë tuaja organizative. Suksesi do të vijë me përkushtim dhe disiplinë. Financat kërkojnë kujdes, shmangni shpenzimet impulsive. Mbani fokusin dhe mos e humbisni shpresën, përpjekjet tuaja po japin fryte. Ujori 20 janar 18 shkurt. Jeta sentimentale do të jetë dinamike dhe plot ngjyra. Nëse jeni në një lidhje, do të ketë mundësi për aventura romantike dhe për forcim të lidhjes. Beqarët do të kenë mundësi të shumta për takime interesante. Në punë, kreativiteti dhe ide inovative do të vlerësohen shumë. Kjo është koha e duhur për të nisur projekte të reja ose për të avancuar në karrierë. Mos nguro të shprehësh mendimet dhe idetë tua, hapësira për rritje është e madhe. Peshqit, 19 shkurt 20 mars. Emocionet do të jenë në qendër të vëmendjes. Për çiftet, është momenti për të ndarë ndjenjat dhe për të zgjidhur mosmarrëveshjet e vogla. Beqarët mund të ndihen të pasigurt, por duhen hapur ndaj mundësive që shfaqen. Në punë, duhet të tregoni më shumë durim dhe të shmangni vendimet impulsive. Bashkëpunimi me kolegët do të sjellë përfitime. Kujdesuni për veten emocionalisht dhe mos lejoni stresin të ndikojë në vendimet tuaja. Faleminderit që na ndoshët deri në fund të videos. Shpresoj që parashikimet e kësaj jave t'ju ndihmojnë të përballoni ditët me energji dhe pozitivitet. Mos harroni të përdorni energjitë e vjeve në favorin tuaj dhe të shfrytëzoni momentet me fat që ju sjell kjo javë. Nëse ju pëlqeu videoja, lini një like, abonohuni në kanal dhe ndani me miqtë tuaj. Na takojmë në horoskopin e javës tjetër. Gëzuar dhe fat të mbar.